nderuar drejtor, të dashur nxënës. Sot jam shumë i nderuar që ndodhem në këtë shkollë, sepse shkolla është ku rritet dia, por edhe vendi ku rritet ilja. Ne sot jetojmë në një vend të lirë, por kjo nuk ka qenë gjithmonë kështu. Ka pasur një kohë kur edhe rruga për në shkollë nuk ishte e sigurt. Dhe pikërisht ajo kohë ishte kur filloi rrugtimi një brezi që nga nxënës u bën luftëtar. Tani jemi në muajin mars, e marsi për popullin tonë nuk është vetëm një muaj i pranverës. Marsi është edhe muaji i kujtesës. Në këtë muaj kujtojmë rezistencën e familjes së jasharëve, kujtojmë sakrificën e familjes së tyre dhe kujtojmë të gjithë ata që ranë për liri. Unë sot këtu nuk jam vetëm si një shkriptar, por këtu jam edhe si një njeri që ka përjetuar një kohë ku liria nuk ishte diçka e sigurt. Një kohë kur ishim të rinj, një kohë kur ishim të rinj, por nuk ishim të lirë. Dhe beso me një rini pa liri është sigur një pranverë sot me ku nuk ngrohet dielli. Shkollat ekzistonin, por mbi to qëndronte një hije e rëndë që nuk e linte diellin të na ngrohë. Fjala shqipe nuk guxonte të flitej e lirë. Flamurin nuk guxon të valvitej në erën e tokës tonë, nuk guxon të valvitej i lirë. Në ato vite ishim nxënës dhe kishim ëndra për të ardhmen tonë. Ndronim që një ditë fëmijët tonë të vinin të lirë në shkollë, të rriteshin të lirë. Një ditë kur nxënësit do të hynin në shkollë pa frikë se në rrugë do të ndaloheshin nga armiku, pa frikë se në rrugë do të poshtroheshin, pa frikë se në rrugë do të maltretoheshin edhe fizikisht. Por në atë kohë për shumë të rinë edhe rruga për në shkollë nuk ishte e sigurt. Shpesh ndodhte që në rrugë të ndaleshin, jo për me pushu, jo munal në rrugë me prit një shok derisa det për shtëpisë, por u ndalnin në rrugë për të fshehur prapa një gardi, për të fshehur prapa një muri, prapa një shkurre, sepse milicia serbe ishin në rrugë duke dalë. Dhe ata kur ndalnin dika në rrugë, nuk ndalshin për ta vetur se ka gjendje. Ndalshin për ta kontrolluar, për ta maltretuar, dhe ndoshta edhe fizikisht që shumë raste ka ndodhur. E ai nxënësi i cili detyrohej të ndalej në rrugë për pritur, derisa milicia serbe të kalonin, ndodhte që edhe detyrohej të kthehej në shtëpi për arsye se milicia qëndronin tonë ditën në rrugë. Dhe në ato momente njëri fillon ta kuptoj se është duke ndodhur diçka shumë e rëndë. Fillon ta kuptoj se në vendin e vet nuk është i lirë dhe duhet vepror për liri. Të dashur nxënës, dhe pikërisht nga ajo përditshmëri filloi të formohej edhe vendosmëria për liri. Sepse luftarët e këtij vendi nuk u bën luftar brenda një dite, ashtu siç e tha Arsimtar Ibrahim. Në atë kohë ne ishim nxënës, por historia na kërkoi të bëheshim luftar. Dhe kështu dalin nga bankat e shkollës u rrit një brez që një ditë mori rrugën e luftës. Në malet dhe fushat e këtij vendi për liri nuk ishte vetëm betejë, por ishte edhe një shpresë e vogël, sepse edhe në ato momente të vështira luftarët flisnin për një ditë të lirë. Të nderuar mësues,